Të nderuar televizionistë, përshëndetje dhe mirë se takohemi në këtë rubrikë programit zgjedhor. Sot jemi me intervistën zgjedhore në kuadër të kësaj rubrike. Natyrisht do të kemi intervistat me liderët e subjekteve politike që janë ngarë për zgjedhjet parlamentare, zgjedhjet e parakohshme të 7 qershorit. Partia Fjala është një parti konservatore e djathtë, pra një parti që synon të hyjë në Kuvendin e Republikës së Kosovës, por se me çfarë programi e synon kjo parti që të hyjë në Kuvend, bëhet pjesë e Kuvendit, pra duke kaluar nëse arrin pragun 5%, do të flasim më shumë me liderin e këtij subjekti politik, Gëzim Kelmendi. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se u gjej, faleminderit për ftesën. Faleminderit që jeni përgjigjur ftesës televizionit publik për të shpalosur programin tuaj. Partia Fjala është një subjekt me një fuqi politike modeste, megjithatë që synon të hyjë në Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe keni arritur të shtrini degët tuaja në një pjesë të madhe të komunave të Republikës së Kosovës. Deri tani në këtë fushat, sa keni arritur që të kontaktoni, të komunikoni me elektoratin aty ku ju synoni që të merrni vota për të kaluar pragun 5%? Po, është vërtet që ne jemi munduar konform realitetit politik në Kosovë të reflektojmë pretendimet tona që të kalojmë pragun zgjedhor për 5%, ku me automatizëm nëse kalot pragu 5% fiton 6 ulse në Kuvendin e Kosovës, dhe për këtë arsye ne nuk i kemi japur prioritet kuantitetit apo sasisë së listës të plotësohet deri në maksimum me 110 kandidat, po kemi shku me një renditje prej 19 kandidatëve, dhe veçoria jona që ne nuk po organizojmë tubime me qytetarë qytete të ndryshme të Republikës së Kosovës, por jemi duke zhvilluar fushatën sikurse edhe zgjedhjet e parafundit dhe më herët nga se të fundit jo, ku po organizojmë kryesisht takime me qytetarë, ne po shkojmë te qytetari, ne po i ofrojmë mundësinë që ata të njoftohen me Partinë Fjala, të paraqesin qendrimet tona dhe programin ton, nga se e kam thënë më herët e them edhe në studion e juaj që neve nuk na duket e ndershme të ftojmë qytetarët në tubime, nga se politik bërja e Kosovës për to 26 vite pas luftës nuk ka treguar një lloj suksesi dhe nuk janë meritor që qytetarët të dalin dhe të mundohen në tubime. Përkundrazi partitë politike duhet të shkojnë të qytetarët dhe ne udhëheqemi nga slogani ynë i vjetër që politikani duhet të jetë në shërbim të popullit, shërbim të qytetarit dhe jo e kundërta që po ndodh fatkeqësisht ku politik bërë të ndryshëm, qoftë nga pushteti dhe opozita në të kaluarën dhe tash janë munduar të shfrytëzojnë qytetarin për interesat të ndryshme politike dhe jo vetëm aq, edhe e mundojnë në kohë fushate e organizojnë tubime. Tash jemi duke u ballavaçuar edhe me një mod të nxehtë, pothuajse me shkallë pak të temperaturave të larta, por megjithatë ne nuk po i mundojmë qytetarët. Ne jemi ata që po shkojmë, po organizojmë takime me ta dhe pe paraqesim programin tonë dhe qëndrimet tona si parti politike. Megjithatë përveç asaj që ju thoni tubimet kanë një kosto të madhe organizative dhe për një subjekt që është më i vogël që financat i ka kuptohet më dobta, është edhe më e vështirë nga ky aspekt. Po, kur jemi te kostot dua me ju të ndaj informacione për publikun që ndoshta deri me tani nuk kanë qenë shumë të njohura. Një parti politike e cila është pjesë e Kuvendit të Kosovës arrin të merr minimum 2250 euro në muaj për kokë deputeti, përveç pagave të deputetëve. Dhe nëse një parti parlamentari ka 10 deputet, minimum në muaj i marrin 22000 euro. Kjo është ligji juaj. Po, vetëm ku dua të dalë. Ligji i diskriminon partitë jo parlamentare. Kjo ka është bërë me qëllimisht se shumë ligje në Kosovë janë për të dekurajuar njerëz politik, por dhe shumë ligje janë për ta mbështetur të fortin, jo drejtsinë. Zotën për ne shtyllë kryesore e programit tonë është sundimi i drejtësisë. Domethënë është shumë e pa drejtë që partitë jo parlamentare diskriminohen në këtë formë. Ne duhet të paguajmë kosto prej 1000 euro për garë zgjedhore. Duhet të mbledhim 1000 nënshkrime. Nëse nuk e kalojmë pragun, nuk i kthejnë ato 1000 euro. Domethënë këtë duhet ne ti financojmë vetë. Përderisa partitë parlamentare brenda vitit argëtojnë në koston e tyre qindra mijëra euro, e ata që kanë më shumë deputet, mbi 50 deputet, miliona euro në buxhetin e tyre. Prej buxhetit të Republikës së Kosovës, plus pagat e deputetëve. Domethënë, pa drejtsinë kemi start në garë, ende pa filluar gara. Pastaj kur fillon gara, vazhdon pa drejtësia ndaj neve, po flas për shkak të ligjeve në fuqi të cilat jemi dëshmitar, më shumë e favorizojnë të fortin se sa drejtsinë e vendit tonë. Ju i përmend dy shtyllat kryesore, sundimi i drejtësisë dhe zhvillimi ekonomik. Tani te sundimi i drejtësisë rendet dhe ligj ndalim te kjo pjesa e parë. Është në fakt një refren që e kanë të gjitha partitë, kurse e keni vetëm ju, të gjitha premtojnë drejtësi, rend dhe ligj, pastaj kur vin pushtet, sfidat janë të mëdha, në fakt nuk është se
ka gjithë një rend drejtësi edhe ligj. Shpesh shpërdorohet rendi, nuk zbatohet drejtësia, nuk përfillet ligji. Ju si planifikoni që të bëni diçka më shumë në këtë drejtim? Ajo që na dallon neve është planifikimin e sundimit të drejtësisë, konkretisht luftimin e padrejtësisë në vendin tonë në fusha të ndryshme. Përmes programit tonë jemi munduar të artikulojmë në 2 shtylla. Zotën, pasi jam vetë edhe nga fusha mjekësisë, jemi munduar që problemet e ndryshme, këtë rast problemin e sundimit të drejtësisë në vendin tonë ta trajtojmë nga aspekti kauzal. Domethënë t'i gjejmë shkaktarët, kush po shkakton padrejtësinë në vendin tonë dhe jo të merremi me pasoja, nga se luftimi i padrejtësisë përmes institucioneve qoftë drejtësisë, prokurorisë, gjyqësisë dhe policisë është pasojë. Do të merren me luftimin e padrejtësisë. Ne kemi ja përparësi shkaqeve. Kush po ndikon që të ketë kaq shumë padrejtësi në vendin tonë? Dhe për atë arsye ne jemi fokusuar në 2 shtylla, në aspektin teorik dhe në aspektin praktik. Në aspektin teorik, pjesë e programit tonë është që fëmijët në shkolla përveç të arsimohen, edhe të edukohen. Përparësi të edukimi i kemi jap komponentes edukative fetare. Domethënë që fëmijët të edukohen në frymën fetare, nga se vetëm me atë komponent janë më të fuqishëm përballë çdo padrejtësie në vendin tonë. Ne na shpjegoni këtë, është fjala për futjen e edukatës fetare si lëndë e veçantë në shkolla, apo si, sepse ne jemi Kosova është një republikë shtet laik, pra jo fetar. Po, jemi për futjen e edukatës fetare në shkolla duke marrë parasysh modelet e vendeve të Bashkimit Evropian. Ashtu se si e kanë të rregulluar vendet të Bashkimit Evropian, edhe Kosova synon të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, edhe ne jemi munduar të harmonizojmë qëndrimet tona me legjislacionin e Bashkimit Evropian, ku modeli kemi marrë kryesisht 2 shtete, Gjermani dhe Austrinë. Ata kanë shumë mirë të rregulluar çështjen e organizimit apo futjes së edukatës fetare në procesin mësimor. Edhe ne kemi para po ashtu, nga se fëmijët vetëm duke u edukuar në frymën fetare janë më të fortë përballë çdo fenomeni negativ. Ne jemi dëshmitarë që kur më shumë se sot nuk ka pas dhunë në shkolla, abuzime, substanca narkotike, substanca të duanit dhe ngacmime seksuale dhe shumë dukuri tjera negative. Kjo po vjen nga se fëmijët tanë po arsimohen, por nuk po edukohen. Dhe këtë rast ne kemi ja përparësi komponentes edukative në shkolla, e cila është komponent shumë e fuqishme në aspektin teorik, luftimin e korrupsionit. Nga se këta fëmijë, kur mësohen, edukohen në formë të tillë, kur të rriten do të jenë shumë më larg shtypjes dhe padrejtësisë, do të jenë më afër drejtësisë. Kjo është çështja teorike, ndërsa në aspektin praktik, edhe ne kemi parapatë programi i padrejtësisë në fuqizimin e institucioneve që janë përgjegjëse për luftimin e krimit organizuar, korrupsionit dhe shkolla, forma të ndryshme të kriminalitetit si janë policia, prokuroria dhe drejtësi, institucionet e drejtësisë, gjyqësia konkretisht. Në fakt, më dolet te pjesa e arsimit, kur ndërlidhet kjo që ju thoni pra futja e lëndës së edukimit fetar në shkolla, për të ndalemi te pjesa e drejtësisë. Në fakt ka lëvizje në aspektin e drejtësisë, për shembull ka një përpjekje për të bërë byron për konfiskimin e pasurive të pa justifikueshme, që normal fokusohet te ata njerëz që kanë qenë pushtet, zyrtar e të tjerë që kanë bërë pasuri e cila nuk justifikohet dot. Pra kjo është njëra anë. Pastaj synohet të bëhet një prokurori e posaçme për të luftuar krimin dhe korrupsionin. Çfarë dallon programi juaj? Çfarë synoni ju të bëni nëse do të keni mundësi që të jeni pjesë një qeverisje nesër pas nesër? Po, përveç asaj që thash duke filluar luftimin e këtyre fenomeneve që janë nga shkolla, nga fëmijët tanë, qysh në fëmijëri të hershme, ne kemi parapo, jemi partia e parë që kemi parapo procesin e vettingut edhe të politik bërësit e pas luftës në Kosovë. Jemi dëshmitar që politikanë të ndryshëm, varësisht nga pozita atyre legjislative apo ekzekutive, deputet apo ministra, kanë arritur të arktojnë pasuri marament se qoftë brenda një mandati. Nga se kemi pa diskrepanca, dallim të madh mes politikanëve dhe qytetarëve, qoftë deputet apo ministër. Për atë arsye ne kemi parapa që pjesë procesit të vettingut një nështronë dhe politikanët të gjitha legjislaturave të pas luftës, nga se ka shumë hapësirë për të dyshuar. Vetë kam qenë 2 mandate deputet në kuvendin e Kosovës, por e kam thënë më herët e thëmë në studion e juaj me modesti që ende jetojnë në banesë me qira. 2 mandate deputet. Mos harroni edhe doktor. Edhe doktor në Kosovë nuk është i kanë keq punë financiarisht. Plotësisht pajtohen me juve. Edhe ende jetojnë me qira. Përderisa kemi politikan brenda një mandatit ka siguruar shtëpia në lagjet më të shtrejta të Prishtinës, pasuritë të tjera të patundshme, vetura luksoze. Si është e mundur? Ata shihen deklarimet e pasurisë. Shihen ato gjitha. Edhe pse përmes deklarimit të pasurisë jemi dëshmitar që shpeshherë nuk ka pas përputhje mes deklarimit të pasurisë dhe gjendjes në realitet.
kanë arritur që me shkaftësi politikanë të ndryshëm ta fshehin pasurinë apo të deklarojnë në forma të ndryshme. Për atë arsye, ne kemi paraqe të nështron procesit të vetingut edhe politikanët e Kosovës, nga se nuk kanë punuar drejt, kanë arritur ta përfitojnë vetveten, përderisa popullata e Kosovës nuk është shijuar këtë formë të ndryshimit pozitiv ekonomik. Fatkeqësisht sot ende ballafaqohemi me shkallë të lartë të migrimit. Është e tërëndisme për vendin tonë, kur shohim që pothuajse në çdo qytet të Kosovës, gati në çdo, kemi universitete, fakultete, dhe kemi shumë të diplomuar, kemi kuadro të mira, por ëndër atyre mbesin vendet perëndimore, tash është hapur edhe rruga drejt vendeve të pasura Arabe, Emirate dhe Katar, ku po shkojnë të rita dhe po investojnë atje. Domethënë, përderisa Kosova ka filluar të bëshatiset nga të rritë dhe brezat tonë të arshëm. Dhe për atë arsye, përgjegjësinë kryesore për këtë gjendje jo të mirë ekonomike e mbajnë politika e pasluftës në Kosovë. Të gjithë e mbajnë këtë përgjegjësi, të cilët prioritet i kanë dhënë pasurimit të vetë personal, jetë gjatësisë të tyre politike, përderisa përshëtarët nuk kanë menduar shumë. Kur thoni politika e pasluftës, natyrisht është numri i madh politikanësh, si mendoni ta klasifikoni këtë kategori të politikës, sepse ka politikanë nga niveli lokal, të niveli qendror, politikanë që kanë qenë qeveri, që kanë qenë për asamble komunale, në për deg partive. Pra, si do të bëhet kjo? E keni fjalën për politikanë që kanë pasur pozita në pushtet për gjatë viteve? Po, propozimi jonë i partisë fjala ka qenë që procesit të vetingut të nështrojnë politikanët e politikave qendrore, qoftë legislativit si deputet, qoftë ekzekutivit si ministra. Këta duhet të zgjedhë të hyjnë në një filtr për këtyre 26 viteve dhe të shikohet pozita atyre para prake, para hyrjes në politikë, dhe pozita atyre pastaj ekonomike pas daljes nga politika. Si është i mundur një ministër, kemi pas raste kur ministër kanë nga diaspora, ku pagat aty janë shumë të larta, 3-4.000 euro, dhe është bërë ministër në Republikën e Kosovës me 1.100 euro. Cili është arsyetimi ky? Unë mund ta arsyetoj deri diku nëse është bërë deputet, se mandati i deputetit është mandati i popullit, i ka disa privilegje, nëse jo financiare, ka privilegje tjera, por ministër të vijë nga vendet perëndimore. Ta lënë një pagë 3-4.000 euro dhe vjen të bëhet ministër me një pagë 1.100 euro sa kanë qenë unë deputet në atë kohë, aq ka qenë paga ministrit. Të bëhet ministër me 1.100 euro, ku është logjika kjo? Është logjika për kushtimin e Kosovës. Ja. Është pa me punën e tyre për kushtimin e Kosovës që kanë bërë ata. Nëse i këshyrim këta ministra, të cilët e kanë bërë këtë zhvendosje, këtë avantur politike që prej vendeve perëndimore marrën Kosovë më bë ministër, do ta shohim se pikërisht këta ministra nuk kanë treguar sukses. Kanë skandale të ndryshme korruptive dhe kanë afera të ndryshme. Këta ministra, për atë arsye, ne si parti politike Fjala kemi propozuar një veting, një filtr të plotë se si arritën politikanët e pasluftës Kosovë të pasurohen. Ku i morën ato para, nuk thash, politika ka shumë anë negative. Edhe mua nuk më pëlqen. Edhe shumë ndihem keq kur tregoj diçka që kam bërë. Por ja se për hir të korrekcisë, po duhet ta themi atë, dhe unë me keqardhje thash që 2 mandate kam qenë deputet, jetoj në banesë me qira. E si është e mundur kolegët e mi të tjerë deputet dhe ministra brenda 1 mandati, apo gjysmë mandati të blenë shtëpi luksoze në larg shtrejta të Prishtinës, apo vetura luksoze sa një banesë. Si është e mundur kjo? Po pasur të ardhurat të tjera. Për këtë arsye kur më shumë se sot, politika e Kosovës duhet të nështrohet një vetingu të plot financiar se si arritën ata pas përfundimit të mandatit të tyre të pasurohen. Ide interesante kjo për politikën, por që ndodh me drejtësinë sipas jush, edhe duhet bëjë një vetingë në drejtësi, sepse ju dini ka vazhdimisht kritika për sistemin e drejtësisë, për gjykatat, për prokuroritë, për mosvendosjen e drejtësisë her pas here në raste të shumta në vendin tonë. Çfarë parashikon programi juaj në këtë aspekt? Po dhe ne në këtë pikë kemi paraqë edhe vetingu të jetë pjesë e sistemit të drejtësisë. Zotën sa kam qenë deputet Kuvendin e Kosovës në vazhdimsi, çdo vit me radhë kemi marrur vrejtje me shkrim nga Bashkimi Evropian, i cili quhej në atë kohë si raporti i progresit. Dhe ndër vrejtjet kryesore të raportit të progresit ka qenë jo vetëm raporti i progresit, por edhe raporti të departamentit amerikan kanë qenë që drejtësia në Kosovë është e varur nga politika. Këto kanë qenë vrejtje me shkrim. Dhe për atë arsye ne synojmë një politikë ku drejtësia të jetë e pavarur në plotësinë nga politika. Ne shohim që çdo pushtet politik Kosovë synon të ketë ndikim në institucionet e drejtësisë apo edhe në polici. Por ne jemi munduar maksimalisht të punojmë këtë pikë që institucionet e Kosovës
të drejtësisë, qoftë ekzekutive, legjislative, të jenë tërësi të pavarur nga politika, se vetëm këtë formë ne mund të ecim përpara. Kur jemi te institucioni ekzekutiv i drejtësisë, si është rasti konkretisht policisë, atëherë ne shohim që gjendja e policëve në vendin tonë është e mjerueshme, me pagat të cilat i marrin ata, me përgjegjësinë që e kanë ata, me rrezikshmërinë që e kanë ata, është shumë e fyse për dinjitetin e tyre që të marrin as pagë të ulët për punën që e bëjnë ata. Për atë arsye me paga të tilla ne nuk mund të kërkojmë rezultate enorme nga policia e Kosovës. Është mirëseardhur që është rritur pagat për prokurorët dhe gjyqtarët, por duhet të rriten edhe për policët, nga se ata janë shtylla kryesore ekzekutive e ballafaqimit të drejtë për drejtë me krimin e organizuar në Kosovë, çka Kosova për shkak të pozitës gjeografike të saj ndodhet në një lloj urkryqi të kryqëzimit të rrugëve ku narkodilerët, kriminalet më të mëdhej me substanca narkotike dhe prostitucion kalojnë për rrugë tranzit të Kosovës. Edhe këtë punë ballafaqimit me ta ka policia e Kosovës. Dhe si mund të kërkojmë nga një policë me një pak 5-600 euro që të ballafaqohet direkt me një kriminal. Domethënë kjo është e rëndë për vendin tonë. Ne duhet ta fuqizojmë policinë tonë, ta fuqizojmë luftën kundër krimit. A ka mundësi. Ne kemi një buxhet për 4 miliard euro që është miratuar së fundmi në kuvendin e Kosovës, edhe pse ky buxhet është për keqardhje, të ardhurat kryesore të buxhetit do ta shohim vinë nga taksat doganore dhe nga taksat e qytetarëve. Vërtet një shtet që synon të ketë një fuqi ekonomike nuk guxon të bazohet në taksa doganore. Përkundrazi ne duhet qytetar t'ju lehtësojmë doganën tregtim. Por ajo që financon më së shumti një buxhet të një vendi dhe rrit ekonomikisht një buxhet është industria prodhuese, fuqizimi industrisë prodhuese në vendin tonë, çka ne e dimë të kaluarën Kosova ku ka qenë sa mirë ka qenë e renditur, por procesi i privatizimit e dëmtoi shumë Kosovën, por megjithatë, nëse ka dëmtuar procesi i privatizimit, mos ndalemi dhe ta vajtojmë procesin e privatizimit. Çka mund të bëjmë përpara? Ajo çka mund të bëjmë përpara është Kosova të stimulojë investimin e vendeve tuaja. Ne kemi një diasporë të fuqishme, përderisa ata në gjendje brenda vitit mesatarisht bazë deklarimeve zyrtare të sjellin mjete rreth 1 miliard euro në vendin tonë. Por ata mund të investojnë shumë më shumë se 1 miliard euro. Por ne duhet ta stimulojmë diasporën të investojë në vendin tonë dhe përveç diasporës kemi shumë firma edhe vende të ndryshme që janë të interesuar të investojnë në Kosovë. Ditëve të fundit besoj se ju keni lexuar është për keqardhje. Në Serbi kompanitë kineze kanë hapur 1400 vende të reja të punës së fundmi, 1400. Pse në Kosovë nuk vinë vende të tjera, nëse jo Kina ka vende të tjera? Ka vende të tjera të fuqishme ekonomike që janë të interesuara të investojnë në Kosovë dhe Kosova nuk ka bërë politikë zhvillimore ekonomike si duhet. Për atë arsye, buxheti i Kosovës varet vetëm nga taksa doganore. Nuk varet nga industria prodhuese, nga ekonomia dhe tregtia e lirë në vendin tonë. Konkretisht, cilat do të ishin këto masa lehtësuese apo joshëse për investitorët, si thoni ju? Për të elaboruar më shumë masat joshë dhe lehtësuese, ne gjithmonë ka marrur shembull çështjen e autostradave në vendin tonë dhe investimet e tjera të cilat kanë qenë mjaft të shtrejta si spitalet në vendin tonë dhe të tjera. Kur e dim sa kam qenë deputet në kuvendin e Kosovës, kemi pasur kërkesa nga vendet e pasura arabe, Katari, Emiratet, Saudia dhe vendet e tjera, që edhe autostradat dhe çdo gjë të ndërtohet në Kosovë si dhuratë nga ta, pa kur far kompenzimi. Por ja se politik bërja e Kosovës e atërshme, për shkak inferioritetit të qenurit të bashkëpunimit me vende islame, e ka bllokuar këtë proces të bashkëpunimit me ta dhe nga buxheti i Kosovës e ka dëmtuar qytetarin, kanë ndërtuar autostrada që kanë kushtuar mbi 1 miliard euro, 1 miliard e 200 milionë euro shifra nëse s'gaboj. Domethënë, e vetmja, nëse mund ta themi, lideri e Kosovës ishte atëhershme ish presidenti Yahyaga, që filloi e hapi rrugën e bashkëpunimit me vende arabe si Jordania dhe të tjerë, dhe së fundmi kemi edhe spitalin e kirurgjik të fëmijëve në CKK, dhurat nga vendet e pasura arabe, edhe unë këtu them, kemi shumë vende që dëshojnë të Kosovë, jo vetëm vendet e pasura arabe, por edhe vende perëndimore. Ne duhet të hapim rrugën e bashkëpunimit, jo të mshelim dyert. Por fatkeqësisht në të kaluarën nuk i kemi hapur këtë rrugë, tash duhet t'i hapim. Kosova ka një pozitë gjeografike, çka nuk e ka asnjë vend. E vetmja mangësi e Kosovës nga gjitha vendet e Ballkanit është që nuk ka dalje ndeti. Por kjo mbulon me pozitën e saj gjeografike. Kosova ka toka pjellore që nuk e ka asnjë vend pothuajse në Ballkan. E ka përbërje demografike të popullsisë më të mirë se çdo vend tjetër në Ballkan dhe kushtet klimatike të mira. Me gjithë këta faktorë, me këto resurse, mos kemi investitor të huaj, mos kemi fuqizim të industrisë prodhuese në vendin tonë, është për keqardhje. Për atë arsye, ne kemi parapas që ne duhet t'i hapim rrugët. Unë mendoj që çdo qeveri, ne kemi parapas për veti, por çdo qeveri që synon dhe udhëheq me vendin tonë,
prioritet duhet ta merr lobimin e investitorëve të huaj në vendin tonë, nga se ka fuqi për të investuar, ka treg për të investuar dhe ka resurse të cilat e mbulojnë atë investim. Konkretisht nga komunikimi që ju keni me njerëz, me biznese, me kompanime të interesuar brenda apo jashtë Kosovës, në diasporë, në Evropë e tjerë, keni ndonjë mundësi konkrete? Po, mundësit e thash. Pra që sigurisht mund të shpalosni dhe elektoratit gjatë tubimeve tuaj, sepse njerëzit duan dëgjojnë për oferta konkrete, se të gjithë premtojnë për investime, për përmirësime masash, kur vinë pushtet pastaj marrën mandati dhe Unë mendoj se një ndër fushat që Kosova më së shumti mund të fuqizohet ekonomisht është fusha e bujqësisë. Ne në partinë tonë kemi edhe ekspert të cilët kanë studiuar këtë fushë, por dhe punojnë drejt për drejt në bujqësi. Dhe kërkesat për flas për bujqësia enorme për eksport jashtë vendit. Prodhimi është i vogël, prodhimi është i vogël, nga se nuk ka pas politika stimuluese. Edhe subvencionet janë shtuar, si ju e dini. Po, subvencionet janë shtuar, por megjithatë nuk kanë arritur që ta stimulojnë rininë e vendit tonë të merret me bujqësi. Është paradoksale se si rinia e Kosovës sot nuk ka vullnet të merret me bujqësi. Unë e kuptoj. Ka plot kompani që marrin nga vendet e linjës mesme, vendet larta. Vetëm 2 produkte sa kam qenë në kontakte drejt për drejt, edhe sa kam qenë deputet, por dhe jashtë pas përfundimit të mandatit deputetit, vetëm 2 produkte nëse Kosova arrin t'i fuqizojë në fushën e bujqësisë dhe blegtorisë, do të arrijë një zhvillim enorm ekonomik. Këto janë fushën e blegtorisë, kur vendet të pasura dhe të fuqishme kanë nevojë për produkte të mishit. Domethënë se arrin ta fuqizojmë në blegtorinë e vendin tonë, do të jemi ndër eksportuesit më të mëdhenj dhe profitabil në rajon me mish. Produkti tjetër që ka nevojë vendet perëndimore kryesisht e që kërkojnë vazhdimësia produktet e bujqësisë, edhe ato rrallë të parë produktet e trongujve. Domethënë kërkesa për tronguj në Kosovë është e pa limit, mund të them. Por Kosova nuk arrin t'i plotëson ato kushte se nuk po punon sa duhet, nuk ka politika stimuluese. Domethënë, vetëm me këto 2 produkte, me mish dhe me tranguj, ne arrim ta fuqizojmë bujqësinë që do të gjenerojë, e kemi llogaritur, kalkuluar prej 300 deri 500 milion të ardhurra në vit. Por ja se deri me tani nuk ka qenë si duhet. Mos flas për produkte. Megjithatë, nëse është një lëmi ku fitimi mund të jetë ky që ju thoni, edhe nëse s'ka politika stimuluese nga shteti, është interesi bizneseve të orientohen andaj, po ju dini bizneset çfarë bëjnë, mbarojnë ndërtesa me mira objekte ndërtimore apo pompat benzinës dhe fare pak ka investime në prodhim. Po kjo është, domethënë bizneset janë duke u zhvilluar në një kohë të tjetër. Ajo që neve na vjen industria prodhuese, shtetet nuk mban me biznese të tilla nga se këto fundit janë të përkohshme. Nëse Prishtina apo ndonjë qytet tjetër mund të ngopet nga ndërtimi, s'ka më ndërtim, s'ka kërkesa më. Edhe pse dim se vitet e fundit ka rrot trendi shitjes, por nuk është si të kaluarën, edhe pse është rritur çmimi. Por ajo çka e mban një shtet e fuqizon një shtet është industria prodhuese. Nëse arrim ta fuqizojmë industrinë prodhuese në bujqësi dhe blegtori, pastaj në industrinë e tekstilit dhe fabrika të tjera, atëherë unë mendoj se do të jemi një gigant ekonomik në Ballkan, nga se kemi gjitha resurset që i përmenda marrët. Por nesër fokusin kryesor bizneset që po thuni e kanë kryesisht e kanë qendra tregtare në tregti blejeshit. Me bleshit nuk fuqizohet shteti dhe në fushën e ndërtimtarisë që u cek ka ana e marrët. Mirë, kur jemi te pjesa e zhvillimit ekonomik të vendit, ju dini se në këto vite, pra ka 2 modele të qeverisjes, modeli i lëvizjes vetëvendosje në 5 vitet e fundit dhe të partive tjera përpara tyre. Ju jeni kritik ndaj të dyja palëve, siç shihet? Apo keni ndonjë vlerësim tjetër? Jo, ne jemi kritik të 2 palëve. Ne nuk e amnistojmë në çështjet e punëve pozitive apo negative asnjëherë palë, por kritikat tona kanë qenë vazhdimsi nga gjitha qeveritë që kanë udhëhequr deri më tani, edhe në qeverinë e fundit tani me të udhëhequr nga vetëvendosja, nga se nuk është punuar sa duhet në fushën e ekonomisë, fuqizimin e ekonomisë në vendin tonë përkundër resurseve dhe potencialit tonë që ne të arrijmë të shndrohemi në një superfuqi ekonomike. Përveç kësaj, Kosova jo vetëm që nuk arriti të fuqizohet ekonomikisht, po Kosova vazhdon të ruan trendi negativ të ikjes së qytetarëve drejt vendeve perëndimore dhe drejt vendeve të pasura arabe. Përveç kësaj, domethënë përgjegjësia që thash merret, përveç që bie mbi politikbërjen e Kosovës, bie edhe mbi formën e qeverisjes së tyre, nga se përmes formës së qeverisjes nuk kanë punuar sa duhet që të rritet dhe plotësohet kërkesat e qytetarëve të vendit tonë, që ata janë të kënaqur me jetën këtu. Ne nuk kemi problem se dikush po arsyetohet nga qeveritë e kaluara apo të tashmja se janë rritur pagat. Megjithatë rritja e pagave
është në raport me rritjen e çmimeve, me inflacionin është shumë më e vogël. Kemi një rritje enorme të çmimeve, pastaj rritjen e energjisë, koston e energjisë, gjitha këto kanë bërë që paga e rritur mos ta përballoj këtë rritje. Dhe përveç asaj, ajo që mbetet shqetësuese në vendin tonë, e kemi cekur edhe të qeveritë e kaluara dhe të qeveria e fundit është që punëtorët e sektorit privat vazhdojnë të trajtohen jo drejt me sektorin publik. Punëtorët e sektorit privat janë trajtuar për këto vite pas luftës Kosovë si sklever nga bizneset e mëdha, kryesisht. Janë larguar prej punës pa kurrë llogaridhënie, kanë marrur paga jo përmes bankës. E treta është ajo që ka qenë shqetësuese që kanë punuar 6 deri 7 ditë punën në javë, është të kaluar norma e lejuar me ligj për 40 orë dhe gjitha kjo shkelje e punëtorëve në sektorin privat kanë ndikuar që sot ata të largohen nga Kosova. Dhe kjo padrejtësi ndaj sektorit privat ka qenë, vazhdon të jetë sot aktuale. Nuk mund të kënaqet dikush nëse ka arritur rrogën, unë e kam parë, edhe studiun e juaj dhe studiut të tjerë, qoftë politikan, qoftë biznismen që krenon kësaj meritje të pagave. Nuk është problemi aty nëse është rritur paga 100-200 euro. Ne kemi probleme tjetër të inflacionit, po problemi është tjetërkohë. Që vazhdon ai trendi që bizneset e largojnë punëtorin nga puna pa kurrë llogaridhënie. Përderisa vendet perëndimore nuk e kemi këtë problem. Ne e dim nëse dikush dikon e largon nga puna, shteti e kompenzon derisa ata gjejnë një punë të re. E të na fatkeqësisht se punëtorët e sektorit privat vazhdojnë të jenë sklever, trajtohen si sklever në vendin tonë, jo të barabartë dhe rritjet e pagave që janë bërë, edhe në qeveritë e kaluara, edhe në qeverinë e fundit, kryesisht kanë përfituar punëtorët e sektorit publik dhe jo sektorit privat. Sepse është ekonomia tregu, sektori privat ndërtohet mbi baza të tjera dhe shpesh sektori privat ka paga shumë më të larta se sektori publik, pra jetën shumë më shpejt, por mundohet kjo që ju e thoni te shkelja të drejta, sepse ka një ligj të punës në fuqi që do duhet të zbatojë edhe në këtë rast të shkeljive. Ligji i punës është në fuqi, por nuk zbatohet. Nuk respektohet norma prej 4 orëve, paga në sektorin privat të punëtorët, po flas të masa gjerë popullore punëtorëve janë shumë më të vogla se në sektorin publik, po përveç janë më të vogla, nuk kanë siguri në punë, ata rrezikojnë të largohen çdo ditë nga puna pa llogaridhënie. Dhe për këtë arsye ne kemi pa një padrejtësi të madhe që ka qenë në fushën e ndërtimit në vendin tonë. Ajo padrejtësi tash i kushtoi qytetarëve të Kosovës, pse pjesa dërmuese është larguar drejt vendeve perëndimore dhe sot ne nuk shumë pak kemi punëtorë në fushën e ndërtimtarisë. Ky trend po vazhdon edhe në fusha tjera të sektorëve të ndryshëm, edhe shëndetësia ku janë vet është e prekur nga fenomeni i largimit të personelit shëndetësor. Sigurisht që shkojnë për një pagë më të mirë dhe punë që kanë. Thash, përveç pagës më të mirë është siguria në punë. Nuk mundet nëse është një i punësuar me krahasun një qytetar të Kosovës me një qytetar të vendeve të Bashkimit Evropian, nuk ka vetëm niveli i pagës që ka dallimin, që e bën dallimin. Ajo që e bën dallimin është siguria në punë. Ai nëse humb atje vendin e punës kompenzohet. Nëse lëndohet në vendin e punës, mbulohet nga shteti. Nëse vdes në vendin e punës, mbulohet familja e tij nga shteti. Këtu në Kosovë nuk e kemi atë problem. Domethënë Kosova është shumë gjendja më e keqe për punëtorët nëse hupin vendin e punës, nëse lëndon vendin e punës apo nëse vdesin vendin e punës. Të kalojmë pak te familja, sepse partia juaj jep hapësirë të veçantë edhe në program edhe në ideologjinë që ju mbështesni familjes. Çfarë të veçanta keni në ato orientimet tuaja programore për të ruajtur vlerat familjare, konceptin e familjes? Fillimisht të drejtën problemet e cenimit të familjes në vendin tonë kanë qenë qysh në fillim të legislaturat të ndryshme në vendin tonë, edhe gjatë kohës kur kam qenë deputet në Kuvendin e Kosovës, edhe tani vazhdon cenimi i rrezikimit të bërthamës familjare në vendin tonë. Për atë arsye ne kemi dhënë prioritet familjes, rujtjes së familjes dhe stimulimit të natalitetit. Përveç kësaj, me qëllim të rujtjes së familjes dhe fuqizimit të gruas brenda në familje, jemi të parët që kemi propozuar që një grua apo një femër pavarësisht statusit të saj martesor të punoj vetëm 4 orë në ditë dhe të merr pagën sa e merr një mashkull për 8 orë në ditë. Dikush ka tentuar me apo pa qëllim ta kesh përdorur se kinse e kemi qëllimin që një grua të rritë shtëpia me fëmijë. Jo, qëllimi jon ka qenë që ne ta nxisim dhe ta stimulojmë lirinë e saj. Ajo le të jetë e lirë për 4 orë të tjera, pastaj çka bën ajo çështje e saj. Gjitha këto politika ne kemi zhvilluar që ta ruajmë familjen. Nga se ne e dim që vitet që thash marrët vitet e fundit familja në vendin tonë synon të cenohet mjaft rënd në shkallë të rënda përmes kodit civil që parashen një numër të ligje brenda kodit civil në Kuvendin e Kosovës ku kanë synuar që të fusin
do më thonë fenomenet të dëmshme në vendin tonë, që nuk janë të njohura për vendin tonë dhe që rrezikojnë rënd familjen tonë. Për atë arsye ne përveç politikave që stimulojnë natalitetin, përveç politikave rritjes së kompenzimit qoftë nënave lehona dhe fëmijëve të tjerë, ne kemi paraparë që të fuqizojmë edhe rolin e gruas në shoqëri, nga se fatkeqësisht Kosova me apo pa vedije po zhytet në trendet e kapitalizmit dhe politikave neoliberale ku çdo gjë i jepet përparësi materiales. Ne e dimë kur më shumë se sot femra jo vetëm Kosovë, po në Evropë dhe botë është shtypur dhe shikohet si objekt i përfitimit dhe as si objekt i edukimit dhe i ndërtimit të shoqërisë. Femra ka rolin kyçoj ndërtimin e shoqërisë, edukimin e shoqërisë. Por Kosova, duke marrë modeli copy-paste nga disa vende perëndimore dhe vende të tjera, duke ju nështruar produkteve kapitale dhe politikave neoliberaliste, Kosova ka nisur ta zbe rolin e gruas në shoqërinë tonë. Qoftë në familje si nën, si grua, si vajzë, e qoftë edhe në punësim. Sot femra në Kosovë shihet si objekt i shitjes së produkteve, sikurse në vende të tjera. E ne si Parti Fjala synojmë që femrës t'ja rikthejmë dinjitetin dhe pozitën e saj që ka pas diku në shoqëri dhe duhet ta ketë në shoqërinë tonë që ajo të jetë shtyllë shtetit, shtyllë ndërtimit, edukimit të brezave të ri, edhe në punën që bën, të bën më pak dhe të merr një pak sa merr një mashkull. 4 orë ajo, mashkulli 8 orë, por rrogat jetë barabartë për dy gjë. Do një diskriminim pozitiv. Unë mendoj që jo, ne nuk i përkrajmë politikat e barazisë gjinore, ne jemi për drejtësi gjinore. Ne nuk duhet ta ngarkojmë femrën me ata që nuk mundet. Ne nuk mund as në aspektin shëndetësor, endokrinologjik, biologjik, fizik, psikik femra nuk është. Ta keni shkuar më lart deri te raportet bashkëshortore, e pash një deklaratë tuaj për tradhtinë bashkëshortore, konsideroni se mund të jetë vepër penale një gjë e tillë. Vërtet, kjo është kemi para pa që me qëllim të ruajtjes së familjes, kemi brenda konceptit të ligjit para familje, kemi pa disa nene që kanë qëllim kryesisht ruajtjen e familjes në vendin tonë dhe për këtë arsye kemi para pa që me qëllim të ruajtjes së familjes, tradhtia bashkëshortore të përfshihet në Kodin Penal të Republikës së Kosovës si vepër penale dhe të jetë e dënueshme me burgim. Kjo me vetëm qëllim të ndalohet fenomeni i rënd që është përhapur mjaft në vendin tonë, tradhtit bashkëshortore, nga se jemi dëshmitar që përveç tradhtive bashkëshortore kur më shumë se sot nuk kemi pasur dhunë në familje e veçanërisht dhunë ndaj femrës. Kur më shumë se sot nuk ka qenë e rritur dhuna. Kjo po vije për shkak të konceptit që thash në fillim të emisionit, mungesës edukimit fetar në shoqërinë tonë. Për atë arsye ne po synojmë në shkollat që të lëndë edukative, edukata fetare, nga se fëmijët duhet të edukohen si duhet të trajtohet vajza në familje, qoftë vajzë, motër, bashkëshorte apo nën, me respektin maksimal që i takon në shoqëria e saj. E larg asaj që të dikush të mendon të ngre dorë mbi vajzën apo mbi bashkëshorten që shpondon në vendin tonë. Dhe me qëllim që të ruhet familja, të eliminohet dhuna në familje. Ne kemi fuqizuar ligjin për familje, që i përmenda politikat e punësimit të gruas, fuqizimit të rolit të saj në shoqëri dhe së fundmi ndalimin apo ndëshkimin e tradhtisë bashkëshortore duke e futur në Kodin Penal të Republikës së Kosovës si vepër penale dhe të dënueshme me burg. Jemi nga fundi i intervistës, ju dini se janë disa lëvizje politike jo vetëm me juaja, pra që një farë kuptimi synojnë më shumë tek komuniteti musliman të mbledhin vota. Ka qenë koalicioni për lista për familjen, zgjedhjet e kaluara, Partia e Drejtësisë, tani shohim që janë të shpërndarë, nuk arritet që të ishin në një ombrell, pra si një ideologji e përbashkët, me që pak a shumë jeni të afërt politikisht. Përse nuk ndodhi ky bashkim? Thënë të drejtën, ishte në vitin e kaluar një përpjekje e tillë për një unifikim, një mundësi e mirë, ishte në zgjedhjet e shkurtit e vitit 2025, kur ne si Parti Konservatore synonim të bënim bashkë me këto që ju i përmendet, por ishte refuzimi tyre nga ana e tyre, ata nuk deshën të bashkohen me Partinë Fjala. Dhe pas atyre zgjedhjeve, ata nuk e kaluan pragun, as ne nuk e kaluan pragun, por ne kemi mbet Parti Fjala. Ne vazhdojmë të jemi të certifikuar, ndërsa ata nuk janë shpërndarë. Një grup në PDK, një grup në Vetëvendosje, një grup në LDK, dhe arsyet pse ata kanë ata e dinë më mirë. Qytetarët janë që e vlerësojnë edhe më mirë pse ata janë atje, por ne kemi qenë si Parti Fjala që thot popullin, i fjalë popullore, ne i kemi dalur hakur kësaj pune, se i kemi thirrur pa kurfar kushti. Kemi kërkuar, kemi bashkë me ta. Ju s'keni pas, po kanë pas ata me siguri. Atë kushtet po, kushtet ata i kanë pas, ata i kanë vendosur kushtet dhe ata kanë refuzuar. Përderisa oferta nga ana jon ka qenë e tillë që
të bëhemi bashkë, qoftë në listën e Partisë Fjala, qoftë në listën familje, s'është më rëndësi emri. Ne kemi pranuar që të mbyllet emri i listës Fjala, të shkojmë në listën e familja, por ata nuk deshtën. Nuk deshtën, është drejtë e tyre të refuzojnë dhe ata pastaj vazhduan në partitë të tjera. Ne vazhdojmë si Parti Fjala, jemi vetëm një parti konservatore në Kosovë që garon për të 6-ën herë radhazi. Po nuk e kemi kaluar pragun prej vitit 2017, po nuk po dorëzohemi. Ngarse ne e dim se jemi në politikë, e dim çka kërkojmë në politikë. Nuk është prioritet Jani Karika deputetit. Sikurse ishte prioritet Jani Karika deputetit, me mos kalimin e pragut, me humbjen e parë në zgjedhje, ne do të shuheshim si Fjala, qysh janë shuar të tjerët. Kur e vendos një kusht ulësën e parlament dhe nuk e arrin që të bësh, ta fitosh atë ulësën në parlament, automatikisht mbyllet ajo rrugtim dhe e kanë mbyllur të tjerët. Tash janë shpërndarë në për parti tjera. Kështu që Partia Fjala nuk e ka pas prioritet ulësën e parlamentit. Po ne kemi pasur prioritet të shtym kauzën tonë, rrugën tonë, përmirësimin e gjendjes tonë, duke u fuqizuar qëndrimet tona. Dhe ne po garojmë në një sistem zgjedhor kur çdo gjë është e mundur. Njerëzit në vendin tonë që i mbështesin idetë konservatore janë të shumë, qindra mira në vendin tonë. Ju pëlqen fryma dhe politika konservatore, por ende votojnë në partitë e ndryshme dhe ne shpresojmë që këto zgjedhje apo në zgjedhjet e tjera të marrin mbështetjen e duhur, nga se është parë. Unë mund të flas te ju me orë të tëra, por jemi dëshmitar. Brenda një vitit 3 parë zgjedhje po shkove në dynë. Akuzën të cilën e kanë shpërndarë dhe kanë hodhur në drejtim të Partisë Fjala dhe mesi kryetar ka qenë që mos e votoni Partinë Fjala se ju djegët vota. Mirë, le të më tregoj dikush kush e dogji votën. Kujt ju djeg vota? E djegi Partia Fjala votën që 3 parë zgjedhje që po shkojmë zgjedhje? E djegën partitë të tjera? Do të thonë ideja e djegjes së votës bie mbi ata. Se ato parti e djegën votën, e dërguan vendi për 3-ën herë radhazi në zgjedhje. Prandaj çdo gjë që kanë thënë kundër neve ka dalë që ka qenë e pa drejt, ka qenë fyse, linçuese dhe e trilluar, shpifse. Partia Fjala ka qenë dhe vazhdon të jetë pjesë e rrugtimit politik. Me këto qëndrimet tona nuk kemi luhatur as pak, nuk kemi zbrasur nga qëndrimet tona dhe jemi optimist se po garojmë në një sistem zgjedhor ku çdo gjë është e mundur. Nëse dojnë qytetarët me 7 qershor, Partia Fjala shumë lehtë ka rënë pragun zgjedhor. Nëse nuk dojnë qytetarët, rruga vazhdon. Sigurisht është në dorën e tyre dhe për ta përmbyllur me çështjen e presidentit, sepse ju e dini këtë zgjedhje pavarësisht asaj që ju e shpalosni programin dhe e shpalosin të gjitha partitë e tjera, vëmendja do të jetë se si do të zgjidhet çështja e presidentit, pra si do të bëhet presidenti, sepse mund të vinë në situatë pak a shumë të ngjashme, as i partisë mund të marrë 80 vota, duket diçka e pamundur. Nëse ju hynin në kuvend dhe ata 6 deputetët tuaj, apo merrni edhe më shumë, se do thotë 6, po supozojmë që kaloni pragun, do të bëshit pjesë e zgjidhjes, pra që të merrni pjesë në votim pra apo kundër, sepse më tepër po është një çështje e kuorumit në Kuvendin e Republikës. Ne çfarë mund të themi këtë pikë është se ne nuk kemi për koalicion me këtë strukturë politike të cilën është aktuale në vendin tonë, nga se nuk pajtohemi me shumë qëndrimet e tyre. Pavarësisht pra është qartë, pra ju nuk do të hyni në një qeveri me një subjekt majt. Po, nuk kemi dashur as të hyjmë këto zgjedhje në koalicion, pra as nuk pajtohemi të hyjmë në koalicion qeverisës, në qeveri. Por nëse vyje në pyetje çështja presidentit, nëse vyje në pyetje çështja e Kosovës, nga se Kosova po damtohet në zgjedhje, 10 milion euro minimum po shpenzohen, 1 milion vota po digjen. Nëse vjen këtë pikë situata që çështja e presidentit varet nga votat e Partisë Fjala, ne nuk do të jemi bllokues. Nuk do të jemi bllokues dhe do t'ja mundsojmë kush do koftaj që vendi të ecë përpara, por nuk do të jemi pjesë e qeverisë. Nuk do të bashkëpunojmë me ta as pak, por do të jemi opozitë kredibile, produktive. E çështja e presidentit nuk do ta lejmë vendin peng që për një figurë në e dim për hir kryesisë të them në studion e yj, çështja e presidentit është pozitë nderi, nuk ka kompetenca as legjislative as ekzekutive dhe pasi nuk ka kompetenca ekzekutive dhe legjislative, atëherë pse mos votohet një president nga kushdo që të vjen. Ne për hir kryesisë të përfund po jap publikisht në studion e yj këtë informat, ne kemi qenë prej themelimit Partisë Fjala nga viti 2015 deri me sot, kemi qenë për një figurë që të jetë president në Republikën e Kosovës, kemi qenë që profesor doktor Murat Jashari të zgjidhet president në vendin tonë. Por ai vitin para disa muajve deklaroa që kjo ka qenë dëshira jonë. Dëshira jonë ka qenë që dikush nga familja Jashari të jetë president i Kosovës. Por megjithatë, nëse vije puna për targën e shtetit tonë,
ne nuk do ta bllokojmë çështjen e presidentit, se fundit nuk ka pesh. Këtë rast për një pozitë nderi, është pozitë nderi ajo, që t'i bllokojmë institucionet, ta bllokojmë Kosovën. Por asesi nuk do të kishim hyrë këtë fazë të koalicionit me qeveri me ndonjë parti tjetër. Është e qartë, faleminderit shumë me këtë mesazh, besoj pozitiv, është bllokues sa i takon çështjes së presidentit e përmbyllim këtë intervistë. Faleminderit edhe juve për ftesën dhe mundësinë që të jemi, ju falenderoj edhe një herë që mundësinë të çdo të parë zgjedhjet jemi pjesë e studios juaj. Natyrisht televizioni publik u jep hapësirën ashtu siç e parashë dhe ligji të gjitha subjekteve që janë në garën politike, përfshi intervistat dhe debatet. Kujtojmë se sonde me kolegët e mi do të jeni në debatin dhe analizën e radhës, debati do të jetë për politikën e jashtme dhe integrimin evropian. Ishte Gzim Kelmeni, kryetari i Partisë Fjala Qendrore, me tutje me programin vazhdim të televizionit publik.